Gjatë një operacioni të zhvilluar në terminalin e kontenjerëve, struktura doganore shqiptare identifikuan sasi të konsiderueshme veshjesh dhe parfumesh që dyshohet se shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale të markave ndërkombëtare. Kontrolli u fokusua kryesisht tek artikuj të markave prestigjioze si Armani, Boss, Calvin Klein, Nike, Adidas, Zara dhe Massimo Dutti. Pas verifikimeve të kryera nga njësitë specializuara për pronësinë intelektuale, matrat e dyshuara u bllokuan dhe u vullosën zyrtarisht për të parandaluar futjen e tyre të palishëm në treg. Vetëm gjatë muajit tetor, dogana ka sekuestruar rreth 1500 bluza sportive të markave të mbrojtura, mbi 900 artikuj të ndryshëm veshjes dhe komplete sportive, si dhe sasi të konsiderueshme parfumesh të markave prestigjioze, përfshirë Dior dhe Armani. Administrata doganore thekson se këto kontrolle janë pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të mbrojtur pronësinë intelektuale, duke siguruar tregti të ndershme dhe mbrojtjen e konsumatorëve shqiptar. Veprimet e fundit synojnë gjithashtu të frenojnë importin e madrave të falsifikuar që mund të dëmtojë ekonominë dhe besimin e qytetarëve tek produktet e origjinës së garantuar. Kontrolli i rreptë dhe bashkëpunimi me njësitë përkatëse janë pjesë e strategjisë afatgjatë të doganave për të parandaluar këtë fenomen.